të menaxhojmë dhe të kemi një reagim të hershëm për sa i përket këtyre strukturave. Përgatitja e planeve dhe veprimit për parandalimin e zjarreve në sipërfaqet e pyjeve, kullotave, premtarive e tjerë. Organizimit e takimeve, e bisedave që duhet të bëhen me publikun, me banorët, me kryepleq, në mënyrë që ato të kenë një koordinim sa më të efikas dhe veprimet dhe reagimet e këtyre strukturave të jenë në kohë për të evituar vallat e zjarrit nga zonat urbane deri te pikat më të larta që janë pikat në zonat pyjore, në zonat e thella malore ku dhe vështirësia e strukturave për të mbërritur atje është gjatë tashmë e dukshme dhe na bën të vështirë menaxhimin e zjarreve. Ndjekjen dhe vazhdueshme të situatës, koordinimin e përhershëm me bashkitë fëmijë në njëra tjetrën është shumë e rëndësishme në mënyrë që ndihmat të jetë anasjell ndërmjet këtyre bashkive pa problematika. Forcat e mjetet që disponon vetë bashkia të ketë të gjitha në gatishmërinë të vënë në dispozicion jo vetëm të strukturave të mjedisit, por edhe të grupeve njësime vendore, grupe vullnetare që ato kanë ngritur në mënyrë që vallat e zjarrit të menaxhohen në një kohë sa më të shkurtër. Sistemi i drejtimit është një nga pikat ku ne kemi kërkuar që të jetë efikas, të jetë eficient, sepse është shumë e rëndësishme nëse ne lajmërohemi në kohë detyrimet ligjore kryetarit të bashkisë që të marrë masat parandalimisht për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimit. Stacionet zjarrfitse që i mbulojnë bashkitë respektive kanë ngritur stacione provizore në të gjitha pikat ku ndërhyrja të jetë e menjëhershme dhe efikase. Do të përgjigjesh ta shoh edhe një telegram ku nga strukturat tona poshtë janë ngritur dhe database duke evidentuar gjithë personat me precedent kriminal të dënuar të ndjekje penale, si dhe persona me probleme të shëndetit mendor, që me detyra konkrete të mbahen në mbikëqyrje nga strukturat vendore të policisë. Mbikëqyrja do të jetë që nga strukturat e komisariatit titullari, shefi i seksionit krimer, deri te patrullat e përgjithshme të policisë shtetit. Kjo është detyrë kryesore për të mbajtur kontroll dhe për të bërë të goditje të kësaj padijshmërie. Po kështu kemi evidentuar të gjithë subjektet të cilat kanë aktivitet në zonat në pyje, me aktivitet blepëral, kemi evidentuar gjithë barinj të cilët merren me kullotat. Po kështu evidentuar dhe persona me precedent kriminal për kultivimin e bimeve narkotike, të cilët janë dhe këta objekte jonë, pasi ta hapin gjithmonë tokat e reja duke bërë dhe ndjekin e shkatrimin e pronës. Edhe Ministria e Mbrojtjes Sociale, së bashku me Qendrën Kombëtare të Vjedhjes Mjekësore, me operatorin e kujdesit shëndetor, edhe një pjesë e forcës ne kemi njësinë e helikopterit, janë në koordinim të vazhdueshëm për të qenë në gatishmëri për çdo lloj emergjence në këtë periudhë. Kjo është periudha ku ne shkojmë në pushime, ne jemi periudha ku e kemi lakun në fyt, si mund të themi. Sistemi paraspitalor sigurisht që është i koordinuar nga Qendra Kombëtare e Vjedhjes Mjekësore,